Fshati Radhim në Vlorë po përballet me një problem serioz ndotjeje, ndërsa sipas banorëve, zona është lënë në ares dhe pa vëmendjen e dur nga institucionet. Përveç largimit të rinjve, një nga shqetësimet kryesore mbetet hedhja e pakontrolluar e mbetjeve inerte dhe mbeturinave të ndryshme përgjatë rrugës kryesore që të çon në fshat. Në disa segmente rrugore duken qartë grumbuj me mbetje plastike, materiale ndërtimi dhe mbetje të tjera, duke krijuar një pamje të rëndë dhe të papranueshme. Banorët shpenë se kanë bërë vazhdimisht ankesa, po deri më tani nuk është marrë asnjë masë konkrete për pastrimin e zonës apo për ndëshkimin e personave përgjegjës. Indinjata është rritur edhe më shumë nga një banor i ri, i ardhur nga Mitrovica, i cili ka bler një banes në Radhim. Ai shpreh i shqetësuar për situatën, duke theksuar se mbeturinet e paklasifikuara dhe mungesa e menaxhimit të tyre përbën një problem serioz për komunitetin. Pasi kam vendosur të ndërtoj shtëpi e të vit jetoj këtu, sigurisht që fshati më pëlqen shumë me gjitha ato problemet e mangësira që... Çfarë të shqetëson më shumë të byshe? Po, pastërtia në fshat nuk është nivel. Që tek hyrja duke që hidhen mbetje inerte të ndryshme. Mbeturinat, edhe në kështu, ja, shien edhe rrugës kështu, vende pa vend. Për ndryshe, kushte ideale për jetesë, ka fjalë. Po kështu shikon të rinj ka, të thë një pjesë janë larguar të rinj nga fshati. Janë larguar, është fenomen e gjithë mbashëm ai. Mirë po ka të rinj, ka fëmijë, ka... Po. Ju nga keni ardhur, më fal? Nga Mitrovica. Mitrovica. Nga Mitrovica keni vendosur të jetoni në Radhim. Radhim. Pse kjo zgjedhje? Po, kemi ardhur që nga 2010-a. 2010-a. Kemi bërë pushime me fëmijë këtu, na ka pëlqyer shumë edhe... Vendose që do jetoj në Vlorë? Po. Gabim. Gabim. Po. Duhet merren masa? Po patjetër. Duhet merren masa. Patjetër. Mund hidhen gjatë natës të mbetja apo? Po patjetër në natën se ditën si jetë njëri se jedhin për vendet e duhura. Jeni ankuar si banor ju në? Po janë ankuar të tjerë, po unë vetë nuk kam arritur. Po Radhima ka kështu të rinj apo janë larguar? Jo, shumë pak. Janë larguar. Sa banor mund të kenë mbetur kështu? Sa banor. Po mosha e tretë nuk ka. Mosha e tretë. Po. Mbeturinat të vish të shikosh se shtëpia ime, unë e marr qeskën e bie te koshi, tjetri vjen e mi hedh para derës, para portës time. Për këtë është zero me bisht Radhima. Jeni dhe zonë turistike apo? Po zonë turistike jemi, po se bëm ne zonë turistike nuk bëhet. Kështu që duhet jemi ne të ndërgjegjshëm që të bëhet tamam zonë turistike. Ato na thua që pse i dhe? E gjithë rruga përvese kush i e tojnë ata? E gjen policia, se nuk e gjen dot që ti me kamionëve të jetë. Pra nuk është marrë asnjë masë. Ti e shkruajtur atje mos i mbeturina me shtyllë dhe hedhin. E gjithë rruga ishte. E gjithë këtu e mbetje inerte të ndryshme. Inerte, atje gjithë ai. Duhet marrë masa. Duhet të marrë. Shteti jo neve, se ngrita kokën në qell jo. Me si fshat ka njerëz? Pleq ka. Vetëm pleq. Vetëm pleq. Të riq s'ke, asë dhe një janë poshtë të Radhim jo. Janë larguar? Po, janë larguar, kanë marrë kurbetit. Të gjithë. Ja, ne çfarë do bëjmë ne? Asë dhe një gjë. Shqyqysh që na i bën këto, të gjitha. Shqyqysh edhe kusht të mbarojnë. Po pjesa e mbeturinave që hidhen në hyrje të fshatit, to inerte, janë poshtë kujt, në Shumë e shëmtuar është për turizëm. Shumë e shëmtuar, se tani në Bear këtu vinë turista. Që bëjnë dhe vrape, vinë për shtëpia e qërin me qëra. Pra vetëm me turistat bëhet gjatë verës, e dimrit? Po, dimrit, ja. S'ka asgjë. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet për pastrimin e mbetjeve dhe vendosjen e kontrollit, në mënyrë që të parandalohet përkeqësimi i mëtejshëm i situatës.